Nivel të lartë interesimi, sepse kemi pasur një koeficient kthyeshmërie shumë të lartë krahasuar me vendet e tjera. Pra, në 246.000 bashkëdhetarë të regjistruar, mbi 200.000 ishin ata që i kthyen zarfat, dhe kjo e krahasuar me vendet e tjera të cilat përdorin një sistem të ngjashëm, është një përqindje shumë e lartë. Së dyti duhet i falenderoj të gjithë ata që besuan dhe mbështetën Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për të vijuar rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. 2 në 3 votues nga jashtë i kanë dhënë besimin Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për ta përmbyllur këtë rrugtim historik të Shqipërisë sonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe t'ju them të drejtën, kjo javë ka qenë një kontekst i bukur dhe historik, sepse me njerë pas zgjedhjeve Tirana u shndrua në kryeqytetin evropian duke pritur edhe samitin më të madh edhe për nga pjesëmarrja e udhëheqësve të zhvilluar deri tani nga komuniteti politik evropian. Dhe duhet i falenderoj dhe ata që nuk na votuan, sepse të tilla janë zgjedhjet, 1 ndër 3 menduan që mund të jetë dikush tjetër, forca të tjera politike. Dhe kjo na jep edhe atë frymëzimin për të punuar më shumë gjatë këtij mandati, për të arritur besimin. Unë jam shumë i sigurt që në vitin 2029 do të jenë më shumë bashkëdhetarë që do të regjistrohen për të marrë pjesë përsëri në zgjedhjet e votuesve nga jashtë. Sepse në këto zgjedhje ndoshta koha ishte e shkurtër, nga 26 korriku kur miratuan kuvend ndryshimet që i hapën rrugë votës nga jashtë, koha nga KQZ-ja për KQZ-n ishte e shkurtër, koha e regjistrimit ishte ndoshta e shkurtër, koha e votimit ishte e shkurtër, por siç e thash, gjithçka u përmbyll me sukses të plot. Duhet i falenderoj edhe numëruesit, ose le të themi të gjithë anëtarët e komisioneve të vlerësimit, administrimit dhe të numërimit të votave nga jashtë. Këtu në Parkun Olimpik ka qenë një maraton si asnjëherë tjetër, pra nuk ka pasur një KZAZ në Shqipëri në këto vite nga viti 2009 kur u përdor ky sistem numërimi, nga 2005 në fakt, kur u përdor ky sistem numërimi i përqendruar. Kanë bërë një punë të lavdrueshme edhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste edhe përfaqësuesit e opozitës në komisione apo në grupe të numërimit. Edhe në këtë moment që flasim, ndërsa po mbyllim procedurbalet e fundit qarku e Elbasanit, të gjithë kanë qenë në krye të detyrës. I uroj gjithë ata që fituan, i përgëzoj dhe gjithë ata që ishin shumë pranë por nuk u zgjodhën. Në fundit kjo është demokracia.